Shenjat në lëkurë janë një problem që shumë prej nesh e përjetojnë me kalimin e kohës. Nuk është vetëm mosha, por edhe faktorët e jashtëm si pluhuri dhe rrezet e diellit që ndikojnë. Aknet dhe sëmundjet e tjera gjithashtu lënë shenja që na shqetësojnë. Vitamina E shpesh rekomandohet si një zgjidhje natyrale për të eliminuar këto shenja. Por, a funksionon vërtet? Disa studime sugjerojnë se vitamina E ndihmon në shërimin e plagëve, por rezultatet janë të përziera. Një studim tregoi përmirësime pas aplikimit të vitaminës E 2 herë në ditë për 6 javë. Megjithatë, një tjetër studim nuk gjeti asnjë efekt pozitiv në rigjenerimin e lëkurës. Mjekët thonë se hulumtimi mbi efektet e vitaminës E është ende në faza të hershme. Në vend të saj, qepa dhe mjalti janë alternativa të shkëlqyera për të mbrojtur lëkurën tuaj. Qepa ka veti antiinflamatore dhe antibakteriale, ndërsa mjalti është një hidratues natyral. Mendoni për këto përbërës si zgjidhje për shenjat e lëkurës tuaj.